Jeta të mori një afrim për ta një tjetër. Më the pak sekonda para se të nistim këtë bisedë në transmetim të drejt për drejt. Dhe është fjala për bashkëshortin tuaj, i cili më thatë që ka qenë një përkrahje jashtëzakonshme me juaj. Po. E kam njohur në grevat e në sallën e tetorit. Ishte me 28 shkurt, unë ndava nga afrimi për arsye se hyn policia dhe nuk e di se si u përplas atje. Këta studentat e mjekësisë kujdeseshin për kusha livanosej. Dhe më hodhi ujë, tash fëmijët edhe gjithë qeshin, thonë, kur të pëlqen dikush, ja hedh një kovë ujë. I merr zemrën që shdo. Dhe vërtet kam pasur fat. Kam pasur fat sepse e gjeta një shok shumë të mirë, me të cilin gjithmonë u kuptova dhe sot jemi shok. Dhe patëm një mirë kuptim të vazhdueshëm dhe ishte një përkrasim madh i familjes time, i gjithë luftës tonë, po ishte edhe vetë shumë i angazhuar. Dhe gjetëm një mirë kuptim shumë të madh. Po edhe kam fat se është psikiatër. Një gjysmë punës e kryer, a? Ju keni krijuar edhe ndërtuar një familje shumë të shëndosh, fëmijë të mrekullueshëm, të shkolluar, po ashtu gjë për të cilën duhet ju përgëzoj, që e keni bërë kaq mirë rolin e prindit dhe ju vetëm, sepse keni vazhduar me pas këtë raport me fëmijët, edhe meq për pas ati raportit prind-fëmijë. Nuk munde me mbyll, sa shpejt më shkon minutat, më kanë vetë edhe shumë tema tjera për të folë me ty, kam përshtypjen dhe dua shumë që të mos jetë ky takimi jonë i fundit në studio për të folur edhe për plot tema të tjera. Të pyes pak për nanën. Me gjithë këto histori, me gjithë këto përjetime, për të sigurisht që ka qenë vështirë, po duket sikur nëse pyet nga e keni marrë gjithë këtë forcë edhe nga buron edhe për ju kjo forca juaj sot, duket që është e shpjegueshme. Ajo duket që është një grua shumë e fortë sot. Po, nana jonë, të them se ka pas një lidhje shumë speciale me afrimin. Afrimi ka qenë njeriu më i afërt i saj. Po edhe bashkëpunëtorja e tij ka qenë. Afrimi e ka pas nanën bashkëpunëtore, mi jam shef materialet, dhe më thoshte, kur ke nevojë gjatë rrugtimit tonë ilegal, kur s'jam unë këtu, e ki nanën, besoj. Nana jonë kur nuk u ankua, dhe asnjëherë nuk tha që kam frikë ose jam e shqetësuar. Sinqerisht, sytë e saj, vetëm shpesh i kujtoj tani, më duken si sytë e një drenushë të trembur kur vonoheshim, kur nuk vinte afrimi. Dhe forca e saj është vërtet e pashpjegueshme. Po ajo ka vetëm 4 vite shkollë, po është një grua që mu më habit, lexon libra, mirët me Facebook,